Dy terma shumë të dëgjuara viteve të fundit, ankthi dhe depresioni. Shpesh i përzim njërën me tjetrën dhe bëjmë mirë që sot në studio do të mundohemi që t'i ndajmë nga njëra tjetra. Tek fëmijët dhe adoleshentët, mënyrat dhe metodat e shëndetshme të ballafaqimit me ankth dhe me depresion. Është me ne psikologja klinike Fatlinda Nitaj Rexhaj. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që keni ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhët me kontribuar mbi këtë temë që është goxha e rëndësishme, sigurisht jashtëzakonisht e ndihshme sepse po ballafaqohemi me ankth dhe depresion tek gjitha gjeneratat, po si thon për fëmijët nuk kishim dëgjuar më herët, ose e kemi injoruar si shoqëri mbase që edhe një fëmijë i moshës ndoshta këtë vogël ose adoleshencë po mund të përballet me ankth edhe sidomos me depresion, po ndodh apo jo. A janë simptoma, si më thon, të kohës moderne apo gjithmonë kanë qenë mes nesh veç si kemi ditë ose i kemi injoruar? Patjetër është një prej temave më të rëndësishme ndoshta në aspektin e zhvillimit dhe fazave zhvillimore që duhet me pas kujdes. Gjithsesi kemi qenë prezent me to, mirë po nuk i kemi akseptuar ndoshta në formën që tani janë më shumë të dukshme. Çka ju kemi thënë? Ka ngarkesë. Ka ngarkesë, mundesh me qëndru pak me pushu ose realisht me zhvendosë, domethënë vëmendjen diçka tjetër, çka është e nevojshme shumë, duhet me cek dhe shumë e rëndësishme në këtë rast edhe për prindrit me pas parasysh vëmendjen, me jep sa më tepër vëmendje për shkak se mosha ka domethënë atë pse i themi adoleshencë dhe fazë shumë e ndihshme, 12, 14, 16, janë ato piku i zhvillimeve jetësore, ta themi. Pjesa para adoleshencës, domethënë ku 12 vjeçarët kanë nevoja të veta më shumë për vëmendje, pastaj pjesa domethënë 14 vjeçarëve ku kanë nevojë pak me eksploruar me pjesën e seksualitetit vet, me pjesën e marrëdhënieve shoqërore, me pjesën do thotë ku dojnë me tregu një lloj pavarësie, këto krejtë bëjnë domethënë një fazë shumë kritike, për të cilën vijnë shumë durim. Ju punoni ekskluzivisht me fëmijë dhe me adoleshentët, si me thonë, të rrezikuar më tepër në këtë moshë. Ku janë shqetësimet e tyre dhe me çfarë simptomatologji vinë, ose ju drejtohen, ose kërkojnë këshilla, ndihmën tuaj? Ndër kategoritë më shumë që më vjen me punu, do të thonë fëmijë dhe adoleshent, mosha 12, 14, 16 që i ceka më herët, kryesisht shqetësimet do të thonë janë të natyrës tërheqjes në vete, mënyrës që ata manifestojnë sjellje jo shumë të përshtatshme, pjesa e socializimit me bashkëmoshatarë, do të thonë, mënyra që i manifestojnë pastaj në familje, diskutimet me prindrit, mënyrën që nuk janë të kuptuar si e interpretojnë, do të thonë kryesisht simptomat të mbylljes në vete, edhe mënyrën që ata e shohin të nevojshme për me manifestu. Mirë, po ka shumë simptomatologji, do të thonë stresi edhe ankthi janë dy pjesë, do të thonë dy përgjigje emocionale, të cilat vrehen edhe manifestohen pastaj në ama ka gjithmonë psikologë, ka gjithmonë një arsye pse çon deri te ajo, apo jo? Si thonë ajo mbylljet, ajo kthimi te vetvetja. Ka një arsye që mbase ju sigurisht mandej mas terapive e zbuloni, identifikoni dhe punoni mbi të, po pse ndodh rëndom? Se më thonë, a është fajti familja për shkak të jetës shumë dinamike, super dinamike që po jetojmë edhe prindrit nuk e kanë më atë kohën e duhur me kushtu fëmijëve, shkolla me ngarkesa ato që i kanë, apo edhe rrjetet sociale, pra janë disa faktorë apo jo? Disa faktorë që ndikojnë, është shumë e vërtetë ato që e cekët. Do të thonë pjesa vazhdimisht tentojnë atë pjesa të rëkëndshme të punu, do të thonë fëmijë mësues në këtë rast edhe do të thonë edhe fëmija me qenë sa ma shumë i përfshirë, po çka është shumë e nevojshme pjesa komunikimit, dhe me thonë të nxitet komunikimi mes të këtij tërkëndshme, pjesën me familjen, fillimisht me prindrit edhe me stafin e shkollës. Dhe me thonë një tërkëndshme që duhet me punu vazhdimisht, pjesa kryesore që është përgjegjësi është prapë prindit. Dhe a janë prindrit ata që i binë te klinika, kur fillimisht duhet ta shërojnë veten nga kjo gjë, sepse janë aty për dhënë shembullin e mirë për fëmijët e tyre? Ka raste kur vinë bashkë me prindrit, ka raste kur prindrit vetëm i njoftojnë, do të thonë kërkojnë ndihmën profesionale, po gjithsesi sepse kanë shterruar tashmë format personale ose individuale të merret me fëmijën dhe ama një fëmijë 12 vjeçar nuk është që e di se duhet të shkojë vetë te psikologu apo jo. Tamam puna, po problemi është që ai shtërrin ata mundësitë në shtëpi për tentuar të komunikuar. Një formë domethënë e tillë është ajo. Për të hapur debat në shtëpi, qoftë mendimet pro dhe kundër, të bëhet interesant pak. Po, realisht ata fillimisht flasin në mënyrën mirë, po këtë rast duhet me cekët vazhdimisht pjesën e komunikimit, se cilin
çdo familje duhet ta ketë. Do të thonë flasim për format më të mirëfillta dhe më të mira që ndikojnë në aspektin e shëndetit mental të fëmisë. Në këtë rast jo gjithë prindërit nganjëherë gjejnë kohën ndoshta edhe mundësitë për mi ofruar një lloj hapësire të themi të shprehjes edhe të gjendjes vetë, diskutimit për gjendjen e vetë. Mandej domethënë vjen deri te kërkimi i ndihmës, mirë po pas parasysh që kemi kaluar përmes fazës së pandemisë, fillimisht kishim domethënë një fazë e cila jo lehtë u tejkalu, sidomos te pjesa e fëmijëve dhe adoleshentëve, ku sistemi arsimor kaloi me një platformë të re dhe të panjohur më herët, domethënë i dedikohemi një gjendje e cila nuk ka qenë më herët, domethënë vazhdimisht identifikojmë një situatë e cila nuk është provuar më herët nga një fëmijë dhe adoleshent dhe është ballafaqur me rrethana të reja, domethënë të adaptimit në një formë. Këtë rast domethënë vinë prindërit edhe kërkojnë domethënë ndihmë profesionale për më shumë me ofru sa më shumë me qenë afër tyre. Kur është momenti kur prindi duhet me nisë me u shqetësu, se për shembull edhe kjo mbyllje në vetvete, themi që është problemi i adoleshencës, domethënë edhe futemi në libra, në literaturë, lexojmë në rrjetet sociale, edhe gjejmë si simptomatologjinë, se mund ta quaj si të tillë. Pra do themi në rregull është sepse është një fazë kaluese. Po ndoshta nuk është kaluese, ndoshta është duke përjetuar fëmiu një ankth, një stres që po e grryn, si më thon, nga brenda. Pra kur duhet të shqetësohemi? Edhe ta bëjmë selektimin nga njëra dhe të tjetra. Patjetër, nëse vren prindi një sjellje të themi të parë më herët tek fëmia, domethënë këtë rast po mbyllet në dhomë, po fillon me qëndru më tepër vet, po fillon me shfaq sjellje jo të përshtatshme në diskutim në familje, domethënë, po shfaq shenjat të agresivitetit të shtuar. Një padurueshmëri, Po një lloj padurueshmërie, domethënë këtë rast po shfaq disa shenja të zemrimit të vet, këtë rast ka të bëjë me simptoma domethënë fillestare të tërheqjes, domethënë. Duhet pastaj kërku shkakun, a ka qenë ky një simptom që është shfaq gjatë kohës, a ka qenë në shkollë fëmiu, apo është diçka që është duke përjetuar. Domethënë zakonisht fokusohemi te pjesa nëse muajt e fundit, eventualisht 3-4 muajt e fundit fëmia po kalon me një gjendje të tillë emocionale, dhe për atë arsye pyesim prindin këtë rast për me identifiku më tepër se kur ka filluar me shfaqjen sjellje. Po më intereson ku është dallimi, ku është linja të thënë prej asaj normale, shqetësimeve që mund të jenë normale, pra të adoleshencës edhe kësaj që është paksa ndoshta më e theksuar. Pra ç'është me vret ne si prind? Pjesë kryesore që duhet prindi me pas parasysh, domethënë qëndrimi i gjatë në rrjetet sociale, të themi, mënyra krahasimit, mënyra qysh tregon domethënë shpreh agresivitet në këtë rast, qysh shprehet qysh reagon konform situatave në forma të tjera, qysh është domethënë nëse është më i stresuar, nëse ka domethënë ai sjellje në aspekt fiziologjik që vrehet, domethënë këtë rast fëmia duhet me tregu përmes shenjave trupore, domethënë është më mbyllur, fillon qyshet si ka më herët, fillon më mbyll, fillon me mbaj gjërat më të fshehta. Edhe për këtë arsye, domethënë vrehen disa simptoma të cilat janë më dukshme, ku tregojnë edhe një shkallë të gjendjes së pasigurisë të fëmia. Dhe uljes e vetbesimit dhe vetëvlerësimit po ashtu, që është një temë shumë e diskutueshme. Tregon pak shkolla, ose ku mund të vëmë gishtin e sot? Është problem, sepse janë disa, siç e tham, mundësi edhe disa rrethana që krijohen për të krijuar një gjendje ankthi dhe më pas për fatkeqësisht një gjendje depresive që edhe mund ta kalojë dhe mos e vën re. A është shkolla një problematikave kryesore? Si me thëmë, kërkesat me mësime të tepërta teorike, mos koordinimi, që a di unë, bullizimi që ata hasin në shkollë, krahasimi me të tjerët që ne ndoshta dhe vetë si prindër ja bëjmë pa dashje për të mirën e fëmijës dhe në të njëjtën kohë ne veprojmë kundër atyre, duke qenë se nivelin krahasimtar e kemi të tmerrshëm. Po filani u bë shumë se lexoj shumë ose mori këto nota, pse nuk e bën ti, ose me të kundërtën. Dhe ai përmendin fëmijët, të adoleshentët që vinë te klinika, këto lloj shqetësimesh. Patjetër, domethënë pjesa e krahasimit, domethënë nëse e shikona pjesa e bullizimit ndoshta mas fillimisht fillon nga vetë prindërit. Domethënë pjesa e krahasimit, ku ti je më e mirë, ai është më jo e mirë në këtë rast, ose ti nuk e qenë mirë. Domethënë pjesa krahasimtare e dim që na dërgon në shenjat. Ai dëmton pafundësisht atë. Patjetër, bën dëmtime emocionale të fëmijës sepse e thën emocionalisht. Nëse bëjmë krahasimet, nëse ato e quajmë jo të mirë sa të tjerët, domethënë pjesa e shkollës, po duhet pas parasysh çka mundona vazhdimisht me përcjell te prindrit, secili fëmijë është një individ në vete dhe nuk mundet të krahasohet me një person i cili ka disa
themi disa karakteristika cilat fëmiu nuk mundet me I posedu, që është diçka shumë esenciale për me kuptu, do me thonë prindri, sepse në këtë rast ka të me një qenie njerëzore I cili ka shkatësi të ndryshme, ka dëshirat ndryshme edhe ndoshta shkatësit nuk janë ato që ka prindi pret. Kështu që gjithmonë me pas parasysh prindri me ullë këtë nivelin e pritshmërive. Do me thonë ki një fëmijë, një adoleshent I cili ka ëndra të ndryshme edhe realisht ti du t'jesh krahti ta mbështesësh. Ama nuk ka prind në anën tjetër që nuk ja don më të mirë fëmijët të vet. Ndonjëherë çësia mund të jetë e gabueshme, po s'ka prind që se don fëmin edhe më mirë se vetja. Domethënë kjo është patjetër mirë, po ato që edhe ceki pjesa domethënë të shkolla, pjesa kryesisht të sistemi domethënë I arsimit, gjatë cilën jemi të vetëdijshëm se cili kemi domethënë mungesa, kemi domethënë disa mangësi të cilat duhet me I plotësu, mirë po shkolla jo gjithmonë është ambienti ku ti vetëm merr mësime, merr shkatësi, domethënë duhet me pas parasysh se është pjesa e shkatësive që duhet të vlerësohet, jo vetëm notat në këtë rast. Ajo fillimisht domethënë e ul vetvlerësimin e personit edhe e bën pse ai nuk ka arritur një sukses caktuar. A do t'jetë ashtë I mirë, a do t'jetë I dashur, dhe me thonë, du me përcjell mesazhin sot që secili fëmijë ka nevojë fillimisht për dashni. Çka nëse psikologët për një kohë të gjatë, për shembull, këto simptoma ne I injorojmë si familje, për shembull, ose si vrejmë, ose I marrim si normale, hajtë se edhe fëmiu I filanit ose fëmiu I parë I dytë ka kaluar nëpër këtë situatë. Pra, edhe kjo zgjat edhe kalon e pa trajtuar për një periudhë, nuk e di sa mund të jetë, ose fare pa trajtuar. Pra, ç'a ndodh me atë fëmijë? Edhe a duhet detyrimisht me u trajtu, si me thonë? Fillimisht dhe me thonë, nëse bëhet një lloj trajtimi themi I tillë fëmijës në familje, absolutisht që ka nevojë për me pas një vendi të shtuar, sidomos të punojmë një profesionist që ti shef karakteristikat e ti shef shkatësitë e veta, në mënyrë që me pa vlefshmërinë e vet. Do të thonë, këtë rast prindi duke pa me një sy të tillë, mund të ndikojnë shumë fusha të cilat për të ardhmen këtë rast fëmijët e bëjnë ndoshta të jo të katshëm me marrë vendime, ndikojnë drejt për drejt e vendimarrja. Kështu që duhet të jep parasysh ta fuqizojmë fëmijët në këtë aspekt. Çka nëse nuk trajtohet, pra ju pyeta? Nëse nuk trajtohet, domethënë kemi të bëjmë me disa vështirësi, të cilat domethënë kanë ndikojnë drejt për drejt te pjesa e vendimarrjes së fëmijës, pjesa e mbylljes, domethënë gatishmëria për me mujt me pas një punë të mirë fillt, e cili... Pra janë pasoja që I bartë mandej gjithë jetën, a? Zhvillimi motorik I trurit, ju e dini më mirë këtë punë që njeh disa faza, apo jo, dhe është pjesa kryesore, ndoshta vitet më të rëndësishme të jetës kur një fëmijë kalon në të rritur dhe duhet I ketë këto zhvillime absolutisht në trurin e vet. Sa ndikon rrethi, sa ndikon përdorimi I substancave të ndryshme që sot me lehtësi mund t'i kemi në ambientet tona, edhe shkollore për fatin ton të keq. Dhe ku është kufiri në mes të autoritetit të prindit? Ti duhet të bëhesh shok me fëmijën tënd, shoqe me vajzën tënde, me djalin tënd, apo të mbash vijën e drejtë sepse çdo mendoj prind normal dhe I shëndosh, psikikisht ka dëshirë që familja e vet të ketë disiplinën. Absolutisht. Gjithmonë kur flasim për pjesën e prindrimit, kemi parasysh që duhet të jetë një prindrim I cili jep pavarësimin në farë formë fëmijës, ndihmon pavarësimin e tij. Këtë rast domethënë nuk është prindrim autoritar, por është prindrim demokratik. Të dytë bashkë komunikojnë me njëri tjetrin edhe nxitin domethënë gjuhën e komunikimit që person në këtë rast fëmia mos mundi I ndrydhur për brenda, ti shpreh nevojat e veta. Domethënë të jetë në nivelin e një shoku, domethënë mos të jetë në nivelin I lartë dhe I poshtme. Në thënë këtë rast pjesa e urdhëruesit ose autoritetit dhe pjesa në këtë rast dëgjuesit. Po tjenë të dytë një nivel bashkëkomunikimit që me pa ku janë ato avantazhet dhe dizavantazhet, a themi, përparësitë e një komunikimi. Gjithçka kemi të bëjmë me pjesën e komunikimit mes një qysh atje stimulohet një komunikim I tillë familje, qysh mbrin secili me gjetë pozicionin mirë, po në këtë rast edhe një lloj mirëkuptimi. Për atë arsye, domethënë nuk kemi të bëjmë pastaj me një vendim vetëm të prindit në raport me fëmin, por një bashkë vendim I të dyve. Po. Është një temë jashtëzakonisht e rëndësishme sigurisht që do të trajtojmë në të ardhmen, por përveç familjes sigurisht edhe roli I psikologëve dhe psikologëve në shkolla do duhet të ishte shumë I madh, apo jo, edhe fëmijët ta kenë një qasje shumë atë te psikologët sepse ajo është dera parë mandej ku e marrin një orientim profesional për me ardhur deri tek ju te psikologët klinik. Shumë faleminderit që erdhët sot. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit shumë për esim edhe erat e tjera për diskutuar tema të një rëndësie po kaq të veçantë.